Pastaj vim tek rregullat e fillimit të muajit të Ramazanit. Kjo ke hyrje sa ka të bëj për ato i cili obligohet të agjëroj. Rregullat apo si e konfirmojmë hyrjen e Ramazanit. Kjo është pak temë që ndoshta edhe e kemi diskutuar, edhe është çështje që diskutohet vazhdimisht edhe te na, edhe në botën arabe në përgjithësi. Krejt problematika është se disa prej neve atje, ku do qoftë, nuk ecin parimisht ndoshta me parimet dhe rregullat dhe dispozitat që të ka të bëjnë me shikimin e hënës. Edhe të na fatkeqësisht mbështeten shumë në llogaritjen astronomike apo siç është i njohur kalendari. Kurse është transmetuar nga Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kujdes shumë për muajin Shaban. Edhe ka agjëru më shumë, që nuk dihet që e ka agjëru në muaj më shumë përveç Ramazanit se sa muajin Shaban, edhe është kujdes për muajin Shaban me i njeh ditët e muajit Shaban në mënyrë që me ditë kur hyn koha e Ramazanit edhe me lajmëru umetin për hyrjen e Ramazanit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka njeh ditët e muajit Ramazan. Edhe ka agjëru kur është pa hëna e Ramazanit, e nëse ka pas vrancina, ka pas turbullira, s'është pa, e ka plotësu me 30 ditë të muajit Shaban edhe ka fillu muajin e Ramazanit pastaj. Sepse muajt hijri i kanë 30 ditë ose 29, 30. As 28 s'jon, e as 31 jo. Edhe kjo është për rahmetit Allahu xhelle xhelalu që muaji i Ramazanit lëviz në kohë. Lëviz në kohë. Nuk është i përqendruar, për shembull, sikurse muajt diellor, që e kanë për shembull dhjetori 31 ditë, ai tjetri 30, shkurti 28 ndodh. Edhe gjithherë në çat kohë, na dim se dhjetori është dimën, kur dhjetori verës është. Kur rrik i gushti është verë edhe u kry. E prej rahmetit Allahu xhelle xhelaluhu, që njerëzit me pas të lehtë agjërimin e ka bën që muaji i Ramazanit me lëviz. Për ata ndodh që nga një herë mi pas 29, nga një herë 30. Edhe kështu mujt tjerë hijri me lëviz. Edhe kur ata lëvizin, tash dikush që e ka pas verës gjithherë muajin e Ramazanit, nga një herë i bie dimrit. Ai që e ka pas dimrit ma lehtë, nga një herë aty i bie vështirë me agjëru verës. Edhe kjo është prej mëshirës Allahu xhelle xhelaluhu që e ka bën me agjëru apo me lëviz, domethënë muaji i Ramazanit. Pastaj hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi salatu wassalam që pejgamberi alayhi salam ka thonë, na jemi një popull i cili nuk shkruajna edhe nuk llogarismi. Nuk ka dashur me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këto që na jemi popull ignorant dhe s'na intereson shkenca. Jo, ka dashur m'ju tregu umetit se nuk ka nevojë gjithë secili mi ditë rregullat me matjet, llogaritjet astronomike, lëvizjet e yjeve dhe me mat tash kur hyn hanare dhe kur s'hyn. Po ka bot lehtë për secilin që e sheh muajin, ka hyrë, domethënë sheh hanën e re me agjëru. E ka bën të lehtë për umetin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ata ka thonë se muaji ka nga një herë këdha o këdha, ka thonë nga një herë ka 29, ka një herë 30. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka pruni rregull që me ditë kur hyn muaji i Ramazanit. Hadithi është i qartë. Hadithin e ka nxjerr Imam Buhariu dhe Muslimi. Hadithi është i saktë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë sumu li ruyati wa aftiru li ruyati. Agjërani kur ta shihni hanën e re të Ramazanit, edhe bëni bajram kur ta shihni gjithashtu hanën e re të Shevalit. Wa in gumma aleikum ash-shahr fa'iddu 30. E nëse ju trubullohet se shihni ka vranci, ka mjegulla, ka shi, atëherë thot numroni, bëni 30 ditë edhe 100% mas 30 ditë është bajram. Edhe s'ka shumë filozofi, domethënë këtë mesele. Dhe matjet astronomike të cilët bëhen nuk janë legjitime sa i përket përcaktimit të fillimit të muajit të Ramazanit apo të mbarimit të muajit të Ramazanit. Pastaj mesela apo çështja është se a mjafton nëse shikohet me një vend hana e re që me agjëru gjithë muslimantë?
apo gjithë secili e ka shikimin e vet. Këtu janë të ndarë dy mendime të dietarëve. Mendimi i shumicës i xhumhurit është se nëse shihet në një vend prej vendeve të muslimanëve, hana e re e kanë për obligim me agjëru të gjithë muslimanët. Ku na timrin lajmi? Dhe mendimi i dytë është se secili vend e ka shikimin e vet. Mendimi i parë, xhumhuri mbështetet në hadithin të cilën e përmendëm. Sumu li ruyati, agjëroni me shikimin e saj. Edhe pejgamberi këtu nuk i ka përcaktuar kush më agjëru, kush mos agjëru. Jo. Këtu ka thënë agjëroni, kush ta sheni, mrin lajmi muslimanëve, agjërojnë gjithë. Dhe mendimi i dytë është mendimi fjala e Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, që ka ardhur një person prej Shamit, El-Kurejb, i cili ka transmetuar këtë hadith, dhe ka taku Ibn Abbasin, edhe e ka pyet, ka thënë, kur e keni filluar ju agjërimin? Ai ka thënë se e kena filluar në Sham, në ditën e xumah kena pa hanën. E Ibn Abbasi ka thënë, na e kena pa ditën e shtunë. Ka thënë, a ke pa ti? Ka thënë, po. A kanë pa populli bashkë me ty? Ka thënë, po. A ka agjëruar edhe Muavija me juve? Ka thënë, po. Atëherë ajo është çudit pse këta në shtunën edhe në ditë më shumë. Atëherë Ibn Abbasi ka thënë se kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se gjithë secili e ka shikimin e vet. Edhe ky mendim është në rregull, nuk ka gjë të keqe. Edhe nëse e marrëm me mendimin e dytë, krejt në rregull është. Po problematika është se në shumicën e rasteve të na nuk e shikojnë hanën. Parimisht nuk shikohet hana të na. Se sikur ta kishim bë bashk të organizuar me e shiku hanën, i shkon lehtë me zgjidh problemin. E përcjellim periodat e hanës, e këshyrëm muajin Shaban, e këshyrëm kur del hana e re, s'po shihet, mjegull, vranësi, e plotësojmë 30 ditë. Kështu ka thënë Ibn Abbasi. Ka thënë nëse e shohim edhe na dalëm Bajram me juve, po se shohim ka thënë edhe na agjërojmë, te sot i bëjmë 30 ditë. Edhe kjo ka qenë më e vështirë për kohën e sahabeve edhe kohët më hershme për dallim për neve sot që e kemi informacionet shumë të lehta domthon. Tash na brenda një minutit mundna me ditë sekondit, jo minutit. Se çka ndodh për shembull në Australi dhe në Amerikë. E lemo mos na mërn lajme domthon çka ndodh atje në Saudi dhe kush e ka pa dhe kush s'e ka pa hanën. Për ata mendoj se sikur të ecmi parimisht me këtë mendim të shumicës së dietarëve, që nëse shihet hana me një vend, të agjërojnë gjithë muslimanët, do të ishte arrit harmonia shumë më lehtë mesin e muslimanëve. Do ishin bashku shumë më lehtë muslimanët edhe në muajin Ramazanit edhe në Bajram. Pa asnjë problem, pa asnjë shyve. Edhe ashtu kështu e kishim heq barrën për veti që s'm pekëqyrim hanën, s'pa dim me këqyr hanën, po e shet dikush prej muslimanëve, hajde bismillah, him në Ramazan. Po hana prap dalën Bajram. Mi po krejt me lan të dyat këto, as shikimin ton me vend jo, dhe as shikimin me një vend tjetër prej muslimanëve që me marr shikimin e tyre dhe me agjëruna me ta, edhe me gra me kalendar, kjo s'është në rregull. Po Allah subhanahu wa taala na përmirësoft, edhe i ktheft edhe na ktheft gjithëve në rrugën e drejtë, ajo që është domethënë me punu sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e përmenëm çështjen e xhilafit në mes dietarëve te puna e shikimit të hanës, dhe kjo është më e sakta, mendoj që mendimi i xhumhurit i shumicës është më e sakta dhe do të ishte më lehtë për muslimanët që nëse shihet në një vend prej vendeve të muslimanëve me agjëru edhe muslimanë të tjerë, dhe kështu besoj që ish bashku edhe safi muslimanëve, ish arrit ajo harmonia, uniteti mes muslimanëve që në fillimin e muajit Ramazanit edhe daljen e Bajram.